zgjodhje. Ishin të pritshme këto për shembull nga eksperienca juaj, apo jemi ende në shifra më të ulta? Ne në fakt kishim dhe Kosovën, po për efekt kohë nuk e arritëm dot, po unë e kam këtu, që aty kemi dhe, mos gaboj, dhe Kosovën, që më kishte nisur, që dhe pash që edhe në Kosovë, për shembull, ka parti, po e para ishte partia Haradine, që shpenzonte shumë në Facebook, ndërsa vetë vendosje më pak. Si ka mundësi? Do të thënë, janë më të tërhequr në partitë në Kosovë? Sa kanë qenë shifrat, do të thënë, përveç se... Tek, ku jam, $10.000 tot për Alianca për Ardhurinë e Kosovës, kurse vetë vendosje, si parti për zgjedhjet, $3.275. Ka dhe parti tjera. Ka dhe, mund të ketë edhe një dallim shumë të madh me Kosovën, që me ankant për të arritur të njëjtën sasi personash do të paguash më pak. Sepse janë të gjitha të bazuara me ankant. Do të thënë, nëse unë shpenzoj $10.000 për të kapur në Shqipëri, themi X qindra mijëra persona, në Kosovë do të shpenzoj më pak për të kapur të njëjtat persona me më pak. Një imagjino të isha hapur TikTok-u, aty mund të kishim dhe shifra më maramëndse, se thua? Atje besoj se të kishim shifra më maramëndse, por TikTok-u nuk lejon reklam për fushatat elektorale. A, e ka të ndaluar? E ka të ndaluar, sepse na kishin ardhur edhe disa kërkesa që të bëheshin reklame në TikTok, pavarësisht që në Shqipëri nuk aksesoheshet dot. Po kur e ka ndaluar këtë? Sepse nëpërmjet, për shumë nga TikTok-u thanë që unë ndërhyj në zgjedhjet në Rumani dikur. Po, besoj se atëherë ndoshta mund të ketë qenë akoma e lejuar, por komunikimi im i fundit ka qenë se i kam pyetur si mund të realizohet reklami me TikTok-ut nga partitë vetë në këtë rast, edhe më dhanë përgjigjen që nuk i kemi të lejuar aktualisht asnjë nga reklamat për fushatat elektorale në TikTok. Se Kosova kanë përshtypjen ka përdorur shumë TikTok-un në zgjedhjet e jo për fushata me pagesë, por normalisht në mënyrë organike, duke hedhur video që kanë qenë të lidhura me fushatat, patjetër. Por Kosova ka edhe diçka tjetër që diasporën e ka më të mobilizuar se ne në Shqipëri. Si, edhe një? Diasporën e ka më të mobilizuar që të votojnë. Se, pra, ajo ka qenë një nga arsyet pse vetëvendosja ka pasur gjithë ato vota nga diaspora. Ne jemi akoma, sa ishin 200 e sa mijë votues. Po nga politikanët tu Edi Rama është më i klikuari, më i shikuari? Nga politikanët në YouTube Edi Rama është në përgjithësi më i shikuari, po, kjo është e vërtet. Edhe me faza e kemi parë pra Partinë Demokratike që ka pasur shumë shikime në momentet të kyçe kur ato kanë kritizuar rezultatin e zgjedhjeve, kur kanë bërë ato fushatat, përfundimin e fushatës e tjera. Sipas situatave, po, që e vërtet. Por prap, siç e thash, nga 200 e sa mijë votues që ne kemi në diasporë, kjo është një pjesë shumë e vogël që ka votuar për këtë zgjedhje, në krahasim me të gjithë personat shqiptarë që kanë pasur mundësinë të votojnë në diasporë.